Dita e 14, Thomas Cranmer, 1489-1556, Lobisti I Ungjillit, nga Matthew Westerholm. Ndërsa mbreti Henry VIII po jepte shpirt në shtratin e vdekjes, kërkoi vetëm një person që të vinte dhe t'i mbante dorën. Të lë pa fjalë fakti që personi që mbreti kërkoi ishte një prej mbrojtësve më të mëdhenj të reformimit protestant. Thomas Cranmeri dha ndihmesën e tij në udhëheqjen e reformimit anglez, por ai zor se mund të konsiderohet një hero kur e krahasojmë me Lutherin, Calvinin dhe reformatorët e tjerë. Ai nuk shkroi libra të rëndësishëm teologjik dhe as qe pastorin ndonjë kishe të famshme. Në fakt, Cranmeri I përqafoi të vërtetat qendrore të reformimit në një pjesë relativisht të vonë të jetës së vet. Mirëpo, gjatë viteve të reformimit protestant, ai dha formë teologjisë angleze, ndoshta më shumë se çdo person që ka jetuar ndonjëherë. Fara e ndarjes. Lindur në vitin 1489 në fshatin e vogël të Asloktonit, Thomas Cranmeri u rrit pranë pyllit Sherwood, ku ishte fshehur Robin Hoodi 3 shekuj më herët. Ai kishte vështirësi në lexim, aq sa ju deshën 8 vjet për të përfunduar studimet në Universitetin e Cambridge-it, studime për të cilat normalisht nevojiteshin 4 vjet. Mirëpo, ai që një student tepër këmbgulës, I përfundoi studimet me një diplomë masteri, u shugurua për shërbes dhe u zgjodh nga drejtuesit e Cambridge-it që të jepte mësim atje. Ai u bë I mirënjohur për faktin se I nxiste studentët e tij që ta studionin Biblën për veten e tyre. Teksa Cranmeri I kaloi vitet e tij në qetësi duke shërbyer në trupën akademike, Anglia po kalonte një kohë trazirash. Mbretit Henry VIII I kishte hipur në kokë që ta prishte martesën e tij me Katerinën e Aragonit. Në sajt të një kombinimi të çuditshëm rrethanash, Cranmeri I këshilloi disa prej këshilltarëve të Henryt që t'i thoshin atij se mbreti I Anglisë nuk kishte kurfar detyrimi që t'i nënshtrojë sundimit të papës, gjë e cila I pëlqeu së tepër me mbretit. Kështu, dashje pa dashje, këshilla e Cranmerit mbolli një farë që e ndau kishën e Anglisë nga kisha katolike e Romës. Politikani I reformuar. Cranmeri e braktisi katolicizmin për doktrinën e reformuar afër fundit të jetës së vet, një transformim ky që reflektoi trazirat dhe përçarjet që karakterizuan reformimin anglez. Gjatë studimeve në Cambridge, ai kishte lexuar veprat e Martin Lutherit me skepticizëm, por zunt I pëlqenin pikpamjet e reformuara pasi u bë shok me Simon Grineun dhe Andrea Osiandrin. Pas shumë bisedave që pati me mikun e tij, Nicholas Ridlin, ai më në fund e mohoi doktrinën e transsubstancionit. Pastaj Cranmeri u dha formë reformave të tij liturgjike përmes bisedave me reformatorin italian Pieter Martiri dhe me reformatorin gjerman Martin Butzerin. Teologjia e Cranmerit ndryshoi në mënyrë tepër dramatike për katolikët anglez dhe shumë ngadalë për ungjillorët që dëshironin një reformim pa kompromise. Për disa, madje edhe sot, reformat e Cranmerit dukeshin kryesisht të motivuara nga pikpamja personale dhe politike. Mirëpo, ai nuk e kishte luksin që të formulonte besime abstrakte në mes të një grupi akademikësh të pa-anshëm. Teologjia e tij mori formë në një situatë të trazuar prej krizash pastorale dhe politike. Babai I kishës anglikane. Arritjet më të mëdha të shërbesës së Cranmerit erdhën gjatë mbretërimit të Eduardit të VI, kur ai shkroi nga fillimi liturgjitë publike, predikimet pastorale apo homilit, lutjet private dhe rrëfimin e besimit. Këto shkrime përcaktuan strukturën doktrinare dhe për shpirtshmërinë personale të asaj që më vonë do të shndërrohej në kishën anglikane, gjë për të cilën ai kujtohet më së shumti. Cranmeri dëshironte që të gjithë njerëzit në kishat angleze të përqafonin drejtësimin vetëm përmes besimit. Ai shkroi: "Ky pohim, pra, që jemi drejtësuar vetëm përmes besimit dhe pa pasur fare nevojë për veprat, shpallet që të heqim qartësisht dorë prej të gjitha meritave të veprave tona, me që ato janë të pamjaftueshme për të fituar drejtësimin ton prej Perëndis, dhe, për rrjedhoj,
të shprehim sa më fort dobësinë e njeriut dhe mirësinë e Perëndisë, pa përsosmërinë e veprave tona dhe hirin jashtëzakonisht të bollshëm të shpëtimtarit ton, Krishtit. Në këtë mënyrë, arritja dhe merita e drejtësimit ton i atribuohen plotësisht vetëm Krishtit dhe gjakut të tij shumë të çmuar që u derdh për ne. Mohimi i dyfisht. Kur mbretëresha katolike, Maria e parë erdhi në pushtet, bindjet e reformuara të Krenmërit i kushtuan atij jetën. Gjatë një periudhe 3 vjeçare vuajtjesh e mundimesh, ai u burgos, u vu në izolim, u poshtërua, u morë në pyetje dhe u torturua. E detyruan gjithashtu që të shihte miqtë e tij, Nikolas Ridlin dhe Hugh Latimerin, tek digjeshin të gjallë. Më vonë, në çastin e ekzekutimit, Krenmëri gati sa nuk u dorëzua dhe ishte afër mohimit të besimit të tij. Por ky burr shteti, zakonisht ngurrues dhe i urtë, e demonstroi fuqishëm besimin e tij në Krishtin, tek po digjej në turrën e druve. Hajduti mbi fron. Momenti që e tregon më së miri trashëgiminë e gjatë të Krenmërit, nuk ishte dita e vdekjes së tij. Për një ditë tjetër 9 vjet më herët, teksa qëndroi pranë shtratit të vdekjes së mbretit Henry VIII. Më 27 janar 1547, mbreti Henry ishte duke vdekur. Një shërbëtor e pyeti se kë dëshironte të kishte pranë vetes në çastin e mbram. Mbreti kërkoi që t'i sillnin Thomasin. Kur Thomasi mbërriti, mbreti Henry nuk ishte më në gjendje që të fliste. Foxi na e tregon si më poshtë se si rodhën ngjarjet. Pastaj kryepeshkopi, duke nxitur që ta vendoste besimin e tij në Krishtin dhe t'i përgjërohej mëshirës së tij, edhe pse mbreti nuk mund të fliste, i kërkoi që t'i jepte një lloj shenje me sy apo dorë që ai besonte në Zotin. Pastaj mbreti, teksa mbante dorën e Krenmërit, ja shtrëngoi me aq fuqi sa kishte. Kjo skenë thekson në mënyrë të ëmbël miqësinë më të rëndësishme që shënoi fatin e reformimit anglez. Çfarëdo që të ketë besuar mbreti Henry, kur ja shtrëngoi dorën Krenmërit atë ditë, Perëndia e përdori këtë lidhje mes tyre për ta shkëputur Anglinë nga kisha e Romës, dhe që mbar vendi të rifitonte të vetmin ungjill të vërtetë.